s'po di njeri është u ble dru adukat. Çmimi i druve në Kosovë deri në 70 euro. Ky çmim është më i lartë se sa i vitit paraprak, ku në vitin e kaluar çmimi ishte nga 50 deri në 55 euro, ndërsa tani është nga 60 deri në 70 euro. Tash po e thrasim një shitës të druve me e pyet se sa kushtojnë. Alo? Alo? Ju kemi thirrë për çmimin e druve, me ju pyet sa kushtojnë, a më nësh më na tregu për metër? Gjarrat e rëtohet, gjarrat e besët bukur. 50 euro është metra. Kitë ka 50 euro kilometrën, asë në talojë, në për çmimi kam të njëjtët ka 50. Nëse o dallime që bojnë ka 50, 70, 80, voli kam 50 euro, të në loja. Jo, tash për dikën nuk është drejt, për mu është drejt. Po s'ke paj. 65.000 dallash, jo, vallaj, mu 60, a 62 me premje. Ja, me premje, me pazar, milash 60.000, mos milash. Me vetëm qëtaj. Jo, nuk po mdokën se edhe çmimi u konë edhe vjetë që ashtu, 60 euro, 1 metër dru, në të aspektin që ka hjekin desa ti bin, edhe që ka hjekin desa ti prejnë, është çmimi jashtëshëm. Rrogat janë pak të vogla, po të është me krahasu me rrymë është pak më ndryshe se druni. Tash pi blen shumica klimat, po nxemi me rrymë, ma paqt, ma mirë.